Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. E kush është në rrugë më të mirë se ai që thërret në rrugën e Allahut, që bën vepra të mira dhe të thotë, unë jam prej muslimanëve. عملت بعفوك من نالا كفاه الإثم بدنياه وغفرت إلهي آثاما لمسيء تبكي عيناه يا بارئ من يرجى ويرى تفريط Biblioteka Muhammed Iqbal, për skaj asaj që boton tekste me tematikë fetare islame, ajo bën përgatitjen e audio dhe video kasetave me të njëjtën tematikë. Me këtë ligjërat, hoxha i mirënjohur Zakaria Efendi Bajrami, shpresojmë se do t'ju kënaq shpirtin dhe se këto fjalë sadopak do të zbusin zemrat tona. Ashtu që me këtë vepër së bashku të lutem kënaqësinë Allahut subhanahu wa ta'ala. مرحمة بكرب طال وعناه وانشر من جودك مرحمة بكرب طال وعناه وانشر من جودك مرحمة بكرب طال وعناه يا بارئ لطفك اشملنا يا بارئ لطفك يشملنا يا راحمنا أنت الله يا بارئ لطفك يشملنا يا راحمنا أنت الله. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله العظيم. تداشر vëllezër musliman, Allahu Gjelle Shanuhu wa Gjelle Gjelaluh me këtë ajeti kerim që urdhënon Allahu alem bi muradi. Ne jetojmë disa minut dhe marëm disa frim në hijen e fjalëve të Allahu Dhul Gjelal dhe në kulmin e medresës së Rasulullahit alayhi salatu wassalam. Duke ju lutë Allahut fuqiplot, Allahut të gjithdijshëm dhe plot mëshirshëm. Allahu, i cili na dalloi nga gjithë gjallësat, na vlerësoi mbi gjithë krijesat, na dha formën më të bukur, na boni pjesëtar të fesë vetë më e pranuar, të ummetit më të lavdruar, të pejgamberit më të dashur dhe të çmuar. Pra i lutemi Allahu Dhul Gjelal, pas jemi lind musliman të jetojmë musliman, të ja dorëzojmë shpirtin Allahut me iman, me dritën e imanit të na ndriçon jetën e kësaj bote, natën e varrit dhe urën e saratit. Të na lehtëson ditën e mahsherit, të na bën nasib shefatin e pejgamberit, të na bën nasib me pi prej kranit të qautherit, të na zbardhen fytyrat tona në atë ditë që shumë fytyra do të nxihen, në atë ditë që s'ka dobi prej mallit as evladit, por e vetmja dobi do të jetë nga zemra e pastër dhe punët e mira. Pra me pastru zemrat tona nga çdo e keqe, Allahu nasib na bëft. Me punu punë të mira, Allahu na mundsoft. Nga punët e liga, Allahu na largoft. Nga mendimet e këqija, Allahu na pastroft. Na lusim Allahun Dhul Gjelal që ai me fuqinë e vet mbar muslimanët prej zullumit të zullumqarëve t'i shpëton, zullumqarët mes vete t'i shkatron. Po ashtu na lusim Allahun Dhul Gjelal që ai me mëshirën e vet neve si gjunahqar për azapit të xhehenemit të na shpëton, Xhennetul Firdausin nasib të na bën. Amin. Vëllezër të dashur,
Falënderimi i takon Allahut fuqiplot, i cili na dha të mirat të panumërta, na dalloi nga gjallësat tjera me të menduar dhe të logjikuar, pastaj nuk na la që të çoroditemi me mendjen ton, por na dërgoi pejgamber, na dërgoi Kur'an, na udhëzoi në sirati mustaqim dhe na la të lirë, nuk na obligoi, nuk na detyroi, por tha: "Faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur." Kush don let beson, kush të don let mohon. Sofra e Allahut është e shtruar për të gjithë krijesat dhe përmbar njerëzit pa dallim feje. Allahu dhul Jalal nuk ban privilegj në këtë botë. A e beson, a nuk e beson, a e adhuron, a se adhuron, a i zbaton farzet, apo i bon haramet. Allahu dhul Jalal as pak nuk bon dallim, po të gjithve ju jep me ngrone, me pi, e me jetu, e me u defru. Pra, ajo është i cili i tha Ibrahim a.s. kur ai plakun e largoi nga sofra e vet, pse nuk tha bismillah, që Gjibril a.s. dhe tha: "O Ibrahim, Allahu yt e ka furnizu 70 vjet, kur se ka detyru të beson as Allahun ta përmendën, e ti nuk mundet ta durosh një natë në sofrën tënde." Pra, nga kjo kuptohet toleranca e Allahut dhul Jalal ndaj njerëzive. Kjo cilësi e ka emrin Rahman. Rahman, pra, i mëshirshëm përmbar krijesat, pa dallim, përmbar njerëzit, pa kurfar dallimi. Pastaj ka një cilësi Rahim. Rahim do të thotë i dan. Ndonjë Rahman, i përgjithshëm, i mëshirshëm për të gjithë. Rahim në ahiret. Farikun fil janna wa farikun fis sa'ir. Ata që kanë besu dhe vepra të mira kanë punu, e kanë vendin në xhennet. Ata që s'kan besu dhe keq kanë punu, e kanë vendin në xhenem. Sifati Rahim, pra cilësia Rahim, do të thotë atje do t'i daj të mirët nga të këqit, besimtarët nga jo besimtarët. Ndërsa në këtë botë është mëshira e tij e përgjithshme, si për kafshët, si për shpenzët, si për muslimanët, si për jo muslimanët, mëshira e tij e gjerë. Por ai në Kur'an na ka shpjegu dhe na ka tërhekur vërejtjen qartë, mirë, na ka drejtu se cilës rrugë duhet të vazhdojmë. Për të mirët na ka pru shembuj në Kur'an dhe për të këqit na ka pru shembuj. Ka thonë: "Daraballahu mathalan lilladhina amanu imra'ata fir'aun." Për ata që besojnë, që s'mund askush t'ja imponon mos besimin, është gruaja e Firaun. Pse bashkëgruaja e Firaunit? Se ajo ishte nën kurorën e Firaunit, po nuk e besonte Firaunin, e besonte Allahun një. Dhe thoshte: "Rabbi ibni li indaka baytan fil janna wa najjini min Firauna wa amali." O Zot, mu më cakto një shtëpi në xhennet dhe shpëtom nga Firauni dhe puna e keqe e tij. Dhe kjo ishte besimtare. Ndërsa për jo besimtarët, që besimtari nuk mund ta obligon diken të beson me zor, nuk mund ta obligon, ka pru shembull di gra të pejgamberëve, Imra'at Nuhin wa Imra'at Lutin. Nuh alayhis salam, i cili ka thirr 950 vjet. Lut alayhis salam, i cili ka qenë pejgamber, gratë e tyre nuk i kanë besu burrat e vet. Burri pejgamber, gruaja jo muslimane. Tishte me dhunë, këta e kishin detyru, por nuk ka dhunë. La ikraha fi din, dhunë në fe nuk ka. Por na jemi antarësu në këtë fe vullnetarisht. Dhe prandaj është e vlefshme feja, nga se është vullnetare. Nuk ka dikush dikend me dhunë. Prandaj Allahu dhul Jalal na ka pru argumente, na ka pru shembuj se si disa njerëz kanë përjetu rand në ambientin jo musliman. Shembull, këtu e kemi rastin me një grup djelmosha të ri, të cilët nuk janë dakorduar me ambientin jo besimtar. Dhe Allahu dhul Jalal i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ta bindja ato, që ai të mos brengoset. Dhe shembujt të cilët i bjen për popujt e kaluar në Kur'an, ata vlen për pejgamberin edhe për ne, që të mos brengosemi për të tjerët nëse na e çojmë në vend obligimin, nëse na e çojmë në vend emanetin. Wa ma alayka illa al-balag. Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu dhul Jalal i ka thonë: ti ke obligim të shpallish, ti ke obligim të ftosh, ti ke obligim këtë fe të shpallish dhe të spjegosh dhe të rrëfesh. Faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Kush don beson, kush don mohon. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë u dëshpëru me rastin kur ndroi jetë si jo muslimon,
axha i tij Ebu Talibi. Pejgamberi shumë u dëshpëru, nga se ki njeri shumë e pat ndihmu pejgamberin. Megjithatë kur erdhi momenti i fundit, pejgamberi e lutte që ai të dëshmon shahadetin, kur erdhën shoqëria e vet dhe i than ti po dorëzohesh momentin e fundit, po i dorëzohesh Muhamedit, atëherë tho bir, lem rahat se po du me vdek në çat fe që kam jetuar. Edhe shkoj. Po du me vdek çashtu si kam jetuar. Kam jetuar mushrik, po du me mbaru çashtu. Po vdes. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë u dëshpëru. Prandaj Allahu dhul Jalali ka thënë innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ti nuk e udhëzon ato që don ti, por e udhëzon ato që don Allahu. Pra është Allahu ai që udhëzon. Na mund të shpjegojmë, na mund të kallëzojmë, na mund të thrasim, na mund të ftojmë. Megjithatë udhëzimi është në dorë të Allahut. Edhe pse nëse ti bëhen shkaktar që një njeri të udhëzohet, ti të jesh shkaktar, është më mirë se ti kesh një tufë të deveve të kuqe, që kanë qenë shumë të çmueshme, ose khairun laka min ad-dunya wa ma fiha. Më mirë se të jetë gjithë dunjaja yte, është më mirë të bëhesh ti shkaktar një njeri të udhëzohet në Islam. E tash, Allahu dhul Jalal në këtë rast na shpjegon për një grup djelmosha, të cilët ishin në një ambient ku njerëzit nuk besojshin Allahun, e këta nuk mundën të adurojnë ambientin jo besimtar, çka bën? U shpërngullën, u distancuan prej tyre, u larguan prej fshatit ku jetonin, apo qytetit ku jetonin, dhe murën rrugën për të shku dikun tjetër. Dhe i zuni akshami, kaploj ersira, dhe ato u strehun me një shpel. Njerëzit e dishin se do të gjelmosha 3, 5 apo 6, 7, mvarsisht, Allahu dhul Jalal nuk e përmend numrin, po thot nëse thojnë 5, qeni tyne ka qeni 6, edhe një qeni ka marrë mrapa. Nëse thojnë 6, me to ka qeni 7, qeni tyne. Dhe këta u strehun në një shpel. Allahu dhul Jalal thot, nahnu naqussu alejke naba'ahum bil haq. Na ty ta shpjegojmë me të vërtetë, se ato bisedojnë për këto djelmosha, por nuk e din të vërtetën. Ne ta shpjegojmë ty rastin dhe e pyetnin Medinasit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për ashabul Kahf. Tinë trive ju kanë thonë ashabul Kahf, banorët e shpellës, të cilët janë strehuar në shpellë, por kush se ka ditë se çka u bë me ta. Edhe kanë pyet, edhe janë interesu, humban. Mas një kohë u ngritën. Kur u ngritën, njëri tha: "O vëlla, pas kim fjet bollbre?" Tha: "Shumë pas kemi fjet." Tha: "Valla, si duket gjithë ditën kemi fjet." A tjetri tha: "Jo, gjithë ditën, ama është shumtën e ditës pas kim fjet." E Allahu dhul Jalal ju tregon, pastaj këtine ta din se sa kanë pushu. E ngritën njënin, thanë: "Meri që të holla dhe shko blej ushqim me një dugaj, por uju ke kujdes, mos të hetojnë." Se këta veç i ndjekshin, por sistemi i ndjekte këta, se këto kishin dalë nga feja e tyre. Pra këto e besoshin Allahun një, ato besoshin putat. Tha: "Uju ke kujdes, mos të hetojnë, se na mbytin, na ndërshkojnë." Kur shkoj ki me të hollat në dugaj, të bleje diçka, kur i nxorrit hollat, kur i meraj duganxhia, kur i sheft hollat, fotografia e një mbretit i cili vetëm e kanë ndëgju se ka qenë një mbret para 300 viteve, po mo nuk ishte. Kjo periudhë kohore kishte zgat 300 vjet. Këta janë ngrit mas 300 viteve. Por thonë, sa kemi qëndru? Njoni thot një ditë, njoni thot jo gjithë ditën, jo ama ma shumë se të gjysën e ditës e kemi kalu. Kur i merret hollën, kur e shef monedën, thot: "Ti ku e ke marrë këtë para?" Ku e marrë? Thot: "Ku e marrën krejt njerëzit?" Ki mendon se çat frangën e soçme e ka në xhep. Pa ajo është ndru, se 300 vjet kanë kalu. Parja është ndru, monedha është ndru, është harru. Ki po nxjerr një monedhë të vjetër 300 vjet, thot ndal. Ndal thot: "Kjo monedhë thot është e çuditshme. Ku e ke marrë? Tek e ke marrë?" E tani tu bëhen njerëzit kur vin, kur i pyesën: "Po ku jeni ju?" "Po na që kështu jemi strehu atje në shpellë." Ndalen të thënë: "Ha, po na generat mbas generate kemi ndëgju se një 5-6 djem janë humb prej fshatit ton." Subhanallah. Dhe çka del tash? Çka del kjo punë? Ato çka kemi ndëgju generat pas generate, po na del se ju jeni. Ha? Subhanallah. Edhe ki kthehet te shokët e vet, dhe Allahu dhul Jalal në vend i vdeskta, ja u merr shpirtin. E këto tani fillojnë të diskutojnë çka kanë këto. Pastaj e kuptojnë se këto njerëz janë çata të cilët kanë hik ta shpëtojnë dinin e vet, kanë hinë në shpellë. Allahu dhul Jalal i ka vënë në xhum, thot: "Wa darabna ala adhanihim", na jauzum veshin. Se këtu kuptohet nga kjo se njeriu ma shumë kur flen me anë të veshit se sa me të sinit. Vetëm e mbyll sinin. Ama nëse ka zhurma a flen, ndalëve se sën flen,
po ti mbyll sytë edhe fle. Jo, po sytë bile me dritë ma let mund të flesh se sa me zhurmë. Me dritë mund të flesh. Synit nuk i pengon drita sa i pengon zhurma veshit. Pra njeriu flen më shumë me vesh se sa me sy. Po du të thëmë Allahu dhul Gjelal tha darabna ala adhanihim, në atyne ja uzum veshët dhe ata i zu gjumi. Qëfar gjumi ishte ki? 300 vjet. Gjum 300 vjet. Po të gjallë. Subhanallah. Çka ngronë ata njerëz? Çka pinë? Subhanallah. Çfar infuzioni murën? Të qëndrushëm, të gjallë, pa ngronë, pa pi, pa ngrit, vetëm thot i ktheshim herë dhat el yemin u dhat el shimal. U ktheshin herë në kratë gjatë, e në herë në të majtë, që mos prishet trupi, 300 vjet, vetëm u ktheshin dhe kështu kalun 300 vjet. Pa Allahu dhul Gjelal në Kur'an thot 300 sinin wazdadu 9. Çka është këtë 300 ose 309? Tash me marrë me matematik, subhanallah. Kush i ka kallëzu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në atë kohë që ai ta llogarit se atëherë koha hijri në kohën e pejgamberit nuk ishte. Kjo matja e kohës me hon nuk ishte. E tash o vëllezër të dashur, me matematik, nëse kalojnë 300 vjet, brenda atine 300 vjetëve me diell, me hon dalin 309 vjet. Jo shihni se Ramazani për çdo vit vin ka 10 ditë 11 më parë. E brenda 300 viteve dalin plus edhe 9. Pra Allahu dhul Gjelal i kallzon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se këta me kalendarin diellor kanë pushu 300 vjet. Me ato të hanës, pra hijri, kanë pushu 309 vjet. Allahu dhul Gjelal këtë e ka regjistru në Kur'an. Pse çka duhet të thojmë me këtë? Pastaj Allahu dhul Gjelal thot innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan. Ato ishin disa djelmosha të cilët e besuan Allahun dhul Gjelal dhe na atyne ja ushtuam hidajetin. Dhe ata i shpëtuam nga sa ato ikën prej zullumit. Ato tjerët që kishin frikë vdekën, se mos vdesin, rrishin në ambient të zullumit, po të gjithë diqën edhe u kalbën edhe u harun. Ndërsa këta që patën kujdes fen, Allahu dhul Gjelal i strehoj, i mshefi, i ruajti 309 vjet. E pas ta i ngriti për me ju kallëzu atyre se kjo është Allahu dhul Gjelal. He ku janë ata? Këto janë djelmoshat të cilët i ruajti Allahu dhul Gjelal 300 vjet. I thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nahnu nakussu alayka nabahum bil haq. Na ty ta shpjegojmë të vërtetën. Jehudët e pyetën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i than, na trego për banorët e shpellës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pyet Xhibrilin, vjen Xhibrili ja shpjegon që kjo është rasti i djelmoshave të ri të cilët u strehun dhe pushun në shpellë 309 vjet. Pastaj i than, na shpjego për Dhulkarneinin. Ju shpjegoj edhe për Dhulkarneinin. Pastaj i than, na shpjego për shpirtin. A di çka tha Allahu dhul Gjelal? Kuli ruha min emri rabbi wa ma utitu min el ilmi illa qalila. Thuaju, shpirti është çështje e Zotit dhe askush nuk din për to kur gjë. Pra shpirti është puna e Allahut. Bota sot përparon teknologjikisht, shkencëtarisht, përparon, po nuk afrohet të hulumton rreth shpirtit nga se e din se shpirti është çështje sekrete e Allahu dhul Gjelal. Këto nuk mund ta zbulon askush. Këto e din vetëm ai që e ka kriju, ai që ja ka fal njeriu, ja jep në trup dhe kur do na ja nxjerr edhe u kri. Kur e ka shpirtin është i gjallë, kur ja nxjerr shpirtin është i vdekur. Fjala është dikun tjetër, pra të përmendurit e rinis në Kur'an. Allahu dhul Gjelal këtu e ka regjistruar. Pastaj e përmend një djalosh të ri përsëri në Kur'an, thot qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ishte rasti Ibrahim a.s. taj si djali i ri, nuk pajtoheshte me adhurimin e putave dhe çka boni, shkoj një ditë në atë vendin ku i mbajnin putat dhe mor një farushkimi, ja u afroi putave, putat gips. Tha, ela te kulun, ta nuk hani? Që të hajnë? Nuk hajnë ata. Omeri radiallahu anhu thot, di gjëra kur më kujtohen, njëna më bën të keshi, njëna më bën të qaj. Ajo që më bën të keshi, thot, ishte se i mbaronjim putat me dorën tonë, i formoni, i mbaromi, i luqim saba, dhe shkojmë punë, të më shkoj puna në barë, nuk ka shi, na jep shi, nuk ka fmi, me jep fmi, e luqim putin, tani kur umtoshim, kur uritshim, s'kishim me hongër, e theshim një krah e hashim, pas e hashim edhe atë tjetërën, vete ishte bruma, jo mbëlsir, ose brumë normale, thot vete e mbaroshim, e adhuroshim, tani vete hashim. Kjo thot është për kesh, për të talë me zotrat që kishim neve. Ajo që është për të qajt, është rasti se Omeri radiallahu anhu thot e pa ta marrë një vajzë, ta vorrosit të gjallë. Ja bësha gropën, ta vorrosit të gjallë, isha bo me dheje, ajo nuk e dinte se pse e boja të gropën, ma fshin ke dhevin. Thë ke babo, i e bo me dheje. Thët ajo ma fshin ke dhevin, a unë ja bësha gropën, dhe shtina të gjallë në tokë. Thët kjo kur më kujtohet, më qahet.
Ajo tjetra më keshe. Për këtë punë xhahaleti. Puna e xhahaletit është për talje, përveç besimi, përveç islamit, është punë serioze, është punë për të besu islamin në atë formë të cilën e ka shpall Allahu dhul xhelal. Pra feja ka regjistru raste të rive dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka kushtu kujdes të madh rinis. Dhe në një rast ka thonë nusirtu bi shabab. Rinia më ka ndihmu. Rinia më tepër e ka ndihmu. Dhe një rast kur tha kejfe entum idha taga nisaukum wa fasada shababukum. Si do t'jeni ju kur do t'vini kohë që gratë juaja do t'a zdisen, të rritë juaj do të shfrenohen. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu tha, njëri prej ashabëve tha, "E wa hadha sayakun ya Rasulullah?" Edhe kjo të ndodhi gratë tona, se gratë atëherë ishin shumë afër fesë. Gratë prishin në fe. Gruaja kur e përcjellte burrin e vet në gurbet ose në tregti, vasjetin e fundit, porosin e fundit te dera kur e përcjellte, ja thonë të këtë fjalë, ruaju, ke kujdes, mos bish haram në shtëpinë tonë, se na i durojmë unësis dhe fukarallëkut, po s'mund t'i durojmë azapit xhehenemit. Kjo ishte porosia e fundit e gruas muslimane. Kur vinte burri prej tregtije, prej gurbeti, pyetjen e parë që ja bonte gruas, nuk i thonte sa episode i ke përcjell. Cili film ka luajtur se u s'kam qenë këtu? Cili tim i sportistëve ka fitu? Jo, këto delalete nuk ishin atëherë. Po e pyette sa ajetet Kur'anit dhe sa hadiset pejgamberit i ke mësuar. Se gruaja shkonte në xhami mësonte, kur vinte burri prej larg, gruaja ja shpjegonte ato që ka mësuar në xhami te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kjo ishte shoqëria e atëhershme. Prandaj kur thase do të prishen gratë e umetit, do të azdisen, do të shfrenohen të rit, njëri tha e hadha sayakun ya Rasulullah, gratë tona tha, gratë tona që muslimonja e parë ka qenë Hazreti Hatixha, gruaja, shahidja e parë ka qenë Sumeja, e gratë tona kështu na porositin, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha edhe më tepër do të ndodhje, edhe vazhdon hadisi i shpjegon ramjen e gradës së imanit të njerëzit. Tha nusirtu bi shabab, më ka ndihmuar rinia dhe kalon vasjet që për rinin të kemi kujdes. Mirë po, sot për fat të keq o vëllezër, rinia është e ngulfatur, rinia është e raskapitur. Neve pak më të vjetër, ose që kemi jetuar atë jetën atje në vilat, në vend lindje, jetë varfrije, po ka qenë shumë e ëmbël. Varfri ka patur të barkut dhe të xhepit, po të shpirtit s'ka pas varfri, se kemi jetuar së bashku, jemi kënaqur me njëri tjetrin. Tash rinia jon e ka shumë vështirë ta kalon këtë jetë. Pse çdo gjë e sulmon, shigjet ja sulmon moralin. Një dal me në rrugë, ju shifni ato fotografit në rrugë, ha? Një dal me atje lakuriq, sa që ka vende këtu që dalën njerëzit lakuriq, protestojnë, shtrihen midis të udhës. Çka të bën ai riu? Televizori, armik, gazeta, po ashtu, rruga e njëjta, te shkolla, po çashtu. Shoqënia e kazinos, çka të bëj ai ri? Katastrofë, duhet me mëshiru. Të riun e sotit duhet me mëshiru. Plus edhe familja, në vend të ndihmon, edhe familja. Ai është i natyrës normale, fëmia është natyrisht normal i drejt. Edhe kur ta pyesish të kallzon drejt. Mirë, po sa të bojë pak të rritet, na hekim zamet njërë ta mësojmë, për shembull duam ta mësojmë të rrenje, pa i s'din herë. Në zamet, në vend të hekim zamet, t'ja mësojmë të drejtën, t'ja mësojmë shahadetin, t'ja mësojmë imanin, na e përgatitim të rrenje, bile e tërgjojmë. Vjen dikush të lip, edhe unë s'du të dal atij njerit i thom, po pse brebi nuk i thos se s'jam këtu? Po si do thotë ai fëmia kur baba në shtëpi, ë? Edhe tash njëri thot, thirrë bre babën tu, ai del thot, valla baba tha nuk ka këtu. Kështu drejt, tha baba thuj nuk jam këtu. Njërtet mësohet e pastaj kadal e ushtrojmë. Edhe mëson. Pra së pari mundohemi fëmijës tonë vend t'ja mësojmë realitetin të drejtën, na hekim zahmet t'ja mësojmë të shtrenjtë. Një fëmijë një herë kish përcjell nona prej Stambollit për Bagdad. Bagdadi ka qenë qendra e kulturës, qendra e arsimit. Universiteti i Bagdadit ka qenë i shquar. Një grua muslimane prej Turqie e përcjell fëmijën e vet si talebe, si nxënës në Bagdad me tregtarët. Dhe ja jep 40 lira. Ja jep fëmijës 40 lira. Dhe thot shikjo me non. Bën çka të bësh. Vetëm rrenën mos e mëson. Vetëm drejt, pa marr parasysh, drejt të folish. Edhe fëmia ka marr prej nonës mësimin edhe duhet me fol drejt. Duke shku rrugës, dalën disa hajna, ashe që dalin rrugë që kidnapojnë, që ja marrin njerëzive, sikur tash që është bën mod tani, ha? Ma para s'kishte tash kjo modernizim ka ardhur. Ma para ka qenë kjo është adet i vjetër. Dalën disa hajna në udhë, edhe i plaçkitin njerëzit. I plaçkitin njëri, ti sa parë kije që kash, ti sa parë kije dhe va marrën. Mirë bile për fat njëri
kishte thonë që kash parë, i kish kallzu veç disa tjera ti kish mshef, edhe ai thot sa parë ki që kash, thot beri kënde. Pastaj merre e kontrollon. Kur ja kontrollon, ja gjen thot herre na veci, ha, ke desh të mashtrosh, ha. Do më pse s'ja ka kallzu parët në rregull, se i kam çe. Kur vin rendi tek i fëmiu, e pyetën thot, sa para ki, thot 40 lira. Si? 40 lira edhe drejt je tu kallzu, thot po, thot 40 lira. Thot po pse ti kallzon drejt? Pse thot ti kallzon drejt? Shif to qirët si më çehin. Tha nona ma kalon vasijet unë të kallzoj drejt. Dhe unë e frigën pre Allahut nëse se thom të vërtetën. Nona më ka porosit. A di çka bën ai kryetarja se grupës të hajnave? Thot subhanallah. Ki fëmia e ka frikë Allahun dhe nuk e tradhton urdhnin e nonës. Po ne të shkretët edhe çati pendohen të gjithë bën istikfar dhe e lën vjedhjen. Për hatër çati fëmijët dhe kthejnë japën atij të hollat, edhe atinit që va kanë marrë japin se kjo ndikon për të frikë nga Allahu dhul xhelal. Pra o vëllezër, e para me mësu të riun ton të folën drejt. Ambienti, pra këtu është në pyetje ambienti. Ambienti shumë me rëndësi, ambienti familjar, pastaj ambienti shoqëror, edhe ajo ka ndikimin e vet. Ne ta zgjedh i riu i jon shokun e vet. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, shoku i mirë e ka shembullin si parfimxhia. Kur shkosh me një dugon që shet parfim, edhe të shëtitesh me një njeri që shet parfim, pash zote, diçka ka me ndodh. Ka me të ardh era parfim. Ti nuk je parfimxhi. Ti nuk shet parfim, po të vjen era, pse? Duke ndejt me ta. Shoku i keq, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e ka shembullin sikur një njeri që shoqërohet me qymirxhin. Si të shoqërohesh me qymirxhin, pash zote, diçka ka me ndodh. Kimë u bë këtë pulla, këtë zi. A mu nuk punoj qymir, po me shokun. Pra si të hecish me qymirxhin, bohesh me zi. Si të hecish me parfimxhin, dven era parfim. Këtu pra është në pyetje i riu i jon, duhet ta zgjedhje shokun e mirë. Pra shoku shumë me rëndësi. E treta, shkaku i tretë i devijimit, që devijon rinia, është koha e lirë. Pra koha e lirë është shkak i devijimit. Çfarë kuptojmë nga koha e lirë? I riu i jon nuk ban me ndejt pa punë. Se pa punësia bjen telashe. Nëse nuk ka punë, çka do bën? Të dalen në kafe, pastaj të shkojnë në kazino, pastaj të shkojnë dikun tjetër. Koha e lirë. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ato që e harxhon kohën shprast, hiç se ka dasht. Mirë, po çka thot dikush për neve? Bën një punë të kotë. Kur ta pyesish, çka bën be vëlla? Kur gjon. Si be kur gjon? Ai tjetri thot, jo, jam të e vra kohën. A ban me vra kohën? Ajo ndryshe ka kuptimin. Jam të e vra vetvete. Vrasja e kohës do të thot vrasje vetvetes. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kalonte një ditë rrugës e pa një djalë rrinte kot çështë. Kaloi pejgamberi heci. Kur u kthyi për s'dyti, ai e kishte marrë një kronde, një drum të thatë dhe e thente. E thente atë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur kaloi për s'dyti tha selam aleikum. Tha aleikum selam ya Rasulullah. Ja Rasulullah tha. Kur kalove herën e parë, pse s'më përshëndete as më parë? Tha jo bet pash. Tha po pse atëherë nuk më përshëndete? Tha rishe badi havxhi. E tash e thinje çat kronden, mu duke se po bën në punë, e të thash selam. Pra badi havxhi nuk e ka përshëndet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Puna në tjetë shumë pak, kryesorja punë të bëhet. Pa punë nuk ban mendej. Pra koha e lirë është ajo e cila na e çon fëmin ton në shkatërrim e sipër. E katërta është mashtrimi i jashtëm. Pra ambienti mashtrues. Tash ti është bë mod të rit ton mos punojnë. Nëse punon mbare be ti i rit punoj mos punoj. Është bë mod të pije njëri Marlboro, a djetë na për shembull pin Marlboro, a me pensionin e babës. E njëri ti ka vdek baba, tha e bëni dua, tha nona të mjetojë. Njëri thot pa shumë e do nonën, jo be çat penzion jam ty ja marr. Çat pensionin, se si desë nona ja presen pensionin. Subhanallah. Pra një njeri që don të jetojë në djersën e babës ose të nonës ose në pensionin e tyre, ajo është katastrofë. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka takuar një njeri, e ka përshëndet selam aleikum dhe ja ka ngat dorën. Ja ka ngat dorën, ai nuk e jep dorën pejgamberit. Tha aleikum selam ya Rasulullah. Tha ngat dorën, ai nuk e jep. Tani tha ngat dorën, kur e ngati dorën i kish ardh marrë se dorën i kish pas kret vrame. Prej punës e kish vra. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ngritja dorën çështu dhe tha hadhihi yadun yuhibbuha Allahu wa rasuluhu. Tha kët dorë e don Allahu dhe pejgamberi. Dorën e punëtorit tha e don Allahu edhe pejgamberi. Kur e don Allahu dorën e punëtorit që ai ka punu vesh për familjen e vet, për vetë edhe familjen e vet. A nuk e don Allahu dorën e punëtorit që ai bëhet shkaktar që edhe dikush ha e ka fshatën e bukës?
A nuk e don Allahu dorën e zanatlis i cili e bën një zanat e merr edhe një punëtor, dorën e mësuesit i cili na mëson fëmijët, dorën e mjekut i cili na operon dhe na mjekon. Pra Allahu dhul xhelal punëtorin dhe dorën e punëtorit e don, ndërsa hazërgjin hiç nuk e don. Hazërgjin pa firat që e çon kohën kot nuk e don. Kjo më tepër pra ju duhet të rive. Pastaj, si shkas për shkatërimin, për degenerimin e generatës është edhe digjëra për të cilat ka thonë një mason. Mason janë e lozha e jehudëve që luajnë me botën sot kështu. Sikur i luajmë na çelsat në dorë, kështu e din? Çashtu ata e luajnë botën, me ekonomi, me politikë, me të gjitha. E njëri prej tyre ka thonë, muslimanët mos i luftoni me armë, se kur ja u ktheni armën, ato bashkohen. Thanë, po me çka ti lufton? Tha, një kangë femrës dhe një gotë alkoolit e shkatron më shumë se 100 tenka. 100 tenka nuk e shkatrojnë, pse? Se tenka e bashkon. 100 topa nuk e shkatrojnë një popull, sa e shkatrojnë një gotë e alkoolit dhe një kangë femrës. Është shkatrimi moralit. Pra edhe kjo është shkatrimi i moralit, halkit kanë punu në këtë drejtim, o vëllezër. Kanë punu dhe në kanë bo neve që ne të luajmë ashtu si thojnë ata. Si thojnë qërët. Për para, me dhun janë mundu të në ndalin fejë. Këto janë ato të cilët në kanë thonë njeri është prej majmunit. Në kështu e kemi mësuar shkolla, njeri është prej majmunit. Disave janë mundu të në e prishin Ramazanin me zorë. Por ne, se kemi pranu as se njeri është prej majmunit, as Ramazanin se kemi prishpre, se kanë dash të në e japin me dhun. Kur don dikush ta jep me dhun, nuk e don. Ama tash e kanë ndru, në e japin vullnetarisht, ne zbukurojnë. Tash ta zbukuron. Tash ajo njeri është prej majmunit ka ra poshtë mo. Ajo është zbeh ajo ide. A njerë ka qenë në formë, është mundu njeri ka spjeguse që kështu majmuni ka qenë, pas të e zhvillu shkallë pas shkallë, ka ardhur deri te ajo, pi majmunit u bë njeri, e a djetena ka qenë një shkollë dhe një xhami ngat, mësuesi edhe, më falni, e kam fjalën para të mësuesit, jo për mësuesat në përgjithësi, se na kemi pas mësuesa, unë sot kam xhamat në xhami që janë plak, kanë dalë në penzion prej arsimit, mësues kanë qenë, kur se kanë prish agjërimin dhe kur namazin se kanë lënë. Ndoshta në xhami jo, ama në shtëpi rregullisht janë fal. Mësuesa kanë qenë ato, profesora kanë qenë. Mirë, po ka pas prej tyre të cilët e kanë lut vallën e huaj. E kanë lut vallën e huaj. E njëri prej atyre shkon te hoxha në mektep. Kur shkon në xhamin në mektep, ndëgjon kështu, s'ka zhurmë. Kur i shef kpucët plot, kpucët fëmijëve. Kur i shef kpucët, mësuesi çuditet. Edhe ka dali bjen derës kur del hoxha, a më zhurmë hiç. Kur del hoxha thot, mirdita hoxha fendi thot mirdita. Thot po ti pas ke nxënësat, thot po more thot jam të mësu. A be tha këto nxënësat ç'kto tha janë të shkollës, sa që vinë te shkolla, tha po çeto janë. A ba gjithë në tha nuk rrin be urt, kcen bi banka, i thën dritaret, i hudhin çantat, bën zhurmë, këtu te ti shumë turp që kanë. A di çka tha hoxha? Po s'kan faj, tha këto janë të mirë, tha këto fëmijë ton janë të mirë. Na ju themi jeni prej njerit, prej Hazreti Ademit, edhe këtu rrin si njeri. Ju thoni jemi prej majmunit, a dje bëjnë si majmuna. Pra kështu tha, fëmijët çka t'ju thosh? A dje di pse bëjnë ashtu? Po kush hip mbaj bank, kush hip mbaj drum, kush i krethen ditaren, e hudh çantën, tamam si majmuna. Tha di pse? Se ju keni thonë. Ju keni thonë jemi prej majmunët edhe e mitojnë tash majmunin. Kjo do të thotë është një shembull me të cilën unë du ta them atë pozitiven. Të gjithë neve na kanë thonë çashtu, po ne e kemi lënë. E tash janë në formë tjetër, në mënyrë tjetër, si ta emitojmë njërin e perëndimit. Si të martohemi si ata. Si të hajmë si ata. Njoni ha në ushqimin fund të le. Thomë vëlla, sunet është mos ta lënsh, se bereqeti është atje në fund. Dhe kur çesim me hangër, është mirë çesim më pak që ta kryjm. Mos çit shumë të mbese të fuget, se në Islam ka ekonomi. E ne pastaj kur bëjmë dua në fund, mos i ham, bëjmë dua. Diçka thomi, hani pini, mos e teproni. Po desh në fillim me thon, na hëngrëm pimë dhe e teprum, tash mos e teprove. E kemi tepruar. Pra në fillim duhet të themi, e burra, hani pini, mos e teproni. Nxerrni jashtë sa duhet, mos tepër, mos e hudhni. E njëni e lehti në fund. Thash haja se në hash, jo tha e ha, po du ta lën se ç'kështu në Evropë e lën ka pak në fund. Ka pak e lën. Pin me dorën e majt, edhe në fund e lën pak. Tamam si në Evropë. E unë them kjo është si në grop, jo si në Evropë. Kështu si në grop. E ne si muslimanë kemi traditën tonë. Hajmë me dorë të gjashtë, pim me dorë të gjashtë. Dhe nëse pim me të majtën, pejgamberi kur e pa njonin të pi me të majtën, tha, o djalosh, a da kur dohesh të pije maca me ty? Tha, jo, ja Resulullah. Tha, vallahi, në gotën tonë dhe ka pi shejtani, i cili është më i fllihsh se maca.
në dorën e majt, ta me të gjathën dhe çoj sunetin në vend. Pra, e kam fjalën të mos emitojmë, të mos bëhemi sikur një plak, as kish pa, as kish ndi. Dhe një ditë ju thot familjes, a be ju a keshni ndonjëherë? Thot po, thot keshim, si ju vin rendi keshim. Thot a qani? Thot po, ndonjëherë dhe qani, thot kemi keq. Thot e diçka. Unë ju porosit, thot, se unë as shoh se qeshni, as ndi. Po kam qef edhe unë të solidarizohem me ju. Kur të keshni, kur të keni gëzim, më prekni në krahun e gjatë. Të keshi edhe unë me ju. Kur të keni keq, kur të qani, më prekni në krahun e majt që ta di. Edhe fillon ato kur kishin mirë prekshin edhe e keshkin. Kur kishin keq e prekshin në krahun e majt, qante. Tani u mësuan fëmijët shkojnë në prekshin, pa lidhje, prekshin krah gjatë, ajo çeshte vet, pa djava. Ha? Tani shkon te ai tjetri prekën krah të majt, ti bestak tash keshën, tash çka u bogë. A di çka tha? A bën të mlini rahat, të qeshi kur do unë dhe të qaj kur do unë. A bën të mlini rahat. E neve u mbitën tu na prek. Ne na prekin krah gjatë, na duket tamam mirë u bë për ne. Kur vjen ai tjetri, na shtrëngon krah të majt, o taksirat u bë keq. E nëse dim ka imi të shku, duhet ne vetë disohemi. Duhet të panvarsohemi së pari në trunin ton, në idenë ton, në kërkesën ton. Çka duam, duhet ta dim çka duam neve, si muslimon, si shqiptar, sidomos, duhet ta dim se çka duam dhe të panvarsohemi, të vetë disohemi, të dim vetë të vendosim, të mos luajnë tjerët me neve dhe mos të merremi shumë me thonjet e huaja. I riu ka përgjegjësi të madhe, vëllai, thash ka obligime. Dhe kështu unë shpirtnisht dhe sinqerisht them, rinia e sodit është për ta qajt. Rinia. Dhe ju e shifni, kush bën më tepër vetvrasje? Të rit a pleqt? Të rit bën vetvrasje. Pse? Fukara, ju ka shpras shpirti, edhe nuk din çka bën, edhe tek e fundit vetvrasje. Shprasti nga imani, shprasti nga besimi, shprasti nga ibadeti. Pra të qohet të falën sabahin, të falë namaz, të agjeron. Çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Një nga mungesat tona dhe nga shkaqet e devimit të rinisë është vonesa e martesës. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Ya ma'shar ash-shabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj." Kush ka mundësi të martohet, le të martohet. Dhe men lam yastati fa alayhi bis-sawm. Ai që s'mundet, le ta xhiron, se agjerimi ja ëmbëlson shpirtin, ja qetëson shpirtin. Agjerimi është ilaç, është barë shërues për trazimin psikik. Sot bota, mjekësia i shoron të smunit psikik me agjerim. E pejgamberi para 1400 viteve tha: "Ai që s'ka mundësi të martohet, fa alehi bisom." Net agjeron. E tash njëri min herë unë di thot, po mu martu ka punë, duhet ta kesh banesën këtë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha njërit kur shkoi tha: "Ja Resulullah, punoj shumë, po prap jam fukara. S'po ngopem, jam fukara." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Martohu." Po si të martohem tha unë vetë se bëhem idare. Tha martohu, dhe kur i tha pejgamberi martohu, ai u martu. Si u martu, ju çel dera e riskut. Allahu e çeli derën e riskut. Pra martesa është për ta çel derën e riskut, jo fukarallokut. Por neve tash nëse mendojmë si tjerët, çashtu është. A nëse mendojmë me tonën si musliman, e kundërta është. Martesa çel derën e bereqetit, e çel derën e riskut. Edhe puna, vëllezër të dashur. Kështu pra, kështu thotë një fjalë, trokite derën e punës, ta hap Allahu derën e riskut. Ti trokite, shko trokit derën e punës, ha? Allahu ta çel derën e riskut. Pra, rinia ka obligime të rënda. Rinia ka obligime të rënda, e sidomos shprastia dhe largimi nga ibadeti, nga rruga e Allahut dhul xhelal. Duke mos u mashtru i riu që ta lën punën për nesër. Sa ashtu ne kur i thomi të rive ton diçka thot, po inshallah edhe unë kur të plakem, kështu kur të plakem. Sikur ai xhamati jon kur i thash, a dul vllai jot në penzion? Tha jo valla s'm ka dal bileninat e çajtëm hallin. Tha te bet kisha dal në penzion e të filloj të falem ka pak. E disa të ri tonë duan ta lënë, kur ti krije këtë punë të herë të filloj të falet. Lokman Hakimi i tha birit vet, o birim, tha mos u bën më i dobët se knusi. Mos u bën më i dobët se knusi, se djeli. Sa ai çohet mëngjes e bën zikr Allahun, djeli, di çohet sabah herët këndon. Babat ton përpara s'kan pas sahat. Kur kanë shkuar në pazar, kur kanë shkuar në punë, ka knu djeli e para sabahit dhe janë ngritë kanë fal sabahin me djelin. Ai ka qenë një sahat shumë preciz. Kurs edhe s'është ndruaj, ai barabar me kohën ka shku. Subhanallahu. Ne tash kemi sahat vere dhe sahat dimni. Ai për çdo ditë ka ndru sahatin. Për çdo ditë e ka ndru, me minutë, me imsakie ka shku. Subhanallahu, para sabahit ka knu. Verës para sabahit, dimnit para sabahit. Xhumin e ka ditë sa duhet me bë. Kur ka ardhur sabahit ka knu gjeli. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, kur ta ndëgjoni knusin duke këndu, të thoni elhamdulillah. Të thoni elhamdulillah. Pse ja Resulullah? Sa ai shef melek tu kalu.
A kur ta ndini gomarin të pall, thoni audhu billahi minash shaitanir rajim. Pse ja Rasulullah? Sa i shef e gjina. Si te knusit e shofin me laçen, të mint edhe tut nuk e shofin. Si te gomarit e shofin shejtanit, tut edhe të mint se shofin. Kjo është hikmeti, urtësia Allahu dhul xhelal. Prandaj Lokmani tha bira, mos u bën më i dobët se knusi. Ai çohet mëngjes e përmend Allahun, ti kthesh në krahun qe. E pastaj lipan risk, lipan qetësi shpirtërore, ku është qetësia shpirtërore, të veprosh ashtu si ka urdhëruar Allahu dhul xhelal dhe mos ta lësh për nesër, se nesëra nuk dihet çka bjen. Sa 3 tonët i kemi pas mesin ton nuk janë. Kush ka garant prej neve se do plaket? Allahu inshallah në këtë botë na jep të mira dhe çka na do shpirti të mirë, e të hajrit e halal, na shpëton nga të këqijat e kësaj dunjoje, na shpëton nga vështirësitë e mahsherit, na shpëton nga azapi i xhehenemit, na bën nasib jannetul firdausi neve dhe mbar muslimanëve. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. لله عاقبة الأمور طوبى لمعتبر ذكور لله عاقبة الأمور طوبى لمعتبر ذكور طوبى لكل مراقب لله أواب شكور طوبى لكل مراقب لله أواب شكور لله عاقبة الأمور طوبى لمعتبر ذكور لله عاقبة الأمور طوبى لمعتبر ذكور طوبى لكل مراقب لله أواب شكور طوبى لكل مراقب لله أواب شكور يا دار ويحك أين أرباب المدائن والقصور بل يا مفرقة الجميع ويا منغصة السرور يا دار ويحك أين أرباب المدائن والقصور بل يا مفرقة الجميع ويا منغصة السرور الطف بنا ربا واغفر لنا ربا الطف بنا ربا واغفر لنا ربا أخي ما لك ناسيا يوم التغابن في الأمور أثنيت عمرك في الرواح إلى الملاعب والبكور أخي ما لك ناسيا يوم التغابن في الأمور أثنيت عمرك في الرواح إلى الملاعب والبكور الطف بنا ربا واغفر لنا ربا الطف بنا ربا واغفر لنا ربا لله عاقبة الأمور طوبى لمعتبر ذكور لله عاقبة الأمور طوبى لمعتبر ذكور طوبى لكل مراقب لله أواب شكور طوبى لكل مراقب لله أواب شكور أين الذين تبدلوا حفرا بأفنية ودور زرت القبور فحيل بين الزور فيها والمزور أين الذين تبدلوا حفرا بأفنية ودور زرت القبور فحيل بين الزور فيها والمزور الطف بنا ربا واغفر لنا ربا الطف بنا ربا واغفر لنا ربا ولعل طرفك لا يعود وأنت تجمعني الدهور لا تأمنن مع الحوادث عثرة الدهر العثور ولعل طرفك لا يعود وأنت تجمع للدهور لا تأمنن مع الحوادث عثرة الدهر العثور الطف بنا واغفر لنا الطف بنا واغفر لنا ربا لله عاقبة الأمور طوبى لمعتبر ذكور لله عاقبة الأمور طوبى لمعتبر ذكور طوبى لكل مراقب لله أواب شكور طوبى لكل مراقب